Disa ditë më parë, rrjetet sociale dhe mediat u përfshin nga thashethemet se Labinot Rexha, banori Big Brother VIP Kosova 4, mund të ketë një fëmijë jashtëmartesor. Në rrjet qarkulluan foto ku ai shfaqej me një grua serbe dhe një bebe. Në mbishkrimin, gjaku nuk bëhet ujë, gjë që nxiti diskutime të shumta dhe spekulime. Për të sqaruar situatën, bashkëshortja e Labinotit, Laureta Hoxha, reagoi në një intervistë për Kosova Today duke mohuar çdo lidhje mes burrit të saj dhe fëmijës. Ajo theksoi se historia ishte thjesht një keq kuptim. Sipas Lauretës, nëna e foshnjës e kishte kontaktuar Labinotin për ndihmë në gjetjen e babait biologjik, i cili gjithashtu mban mbiemrin Rexha. Ky fëmijë nuk ka të bëjë asgjë me Labinotin, deklaroi Laureta, duke nënvizuar se nuk kishte asnjë lidhje tjetër mes tyre. Megjithatë, një zhvillim i ri ka trazuar sërish rrjetin. Profili nënës së fëmijës publikoi një foto ku Labinoti shihet duke puthur foshnjën, shoqëruar me përshkrimin: "Vetëm familje, ju falimderit." Ky imazh ka ngjallur pyetje pasi përdorimi i fjalës familje duket se bie ndesh me versionin e dhënë nga Laureta, duke lënë dyshime për natyrën e marrëdhënies së Labinotit me foshnjën.